E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi për të komentuar edhe një herë rreth treshes Gerti, Miri dhe Selin. Po shoh që në fakt Miri në të gjitha dimensionet e tij mundohet që të godet Selinën apo të hakmerret kundër drejt saj. Cili është një burr i dobët? Një burr i dobët është ai burr i cili bëhet aleancë, siç është bërë aleancë Miri me Rogertin, edhe mundohen që të dy të denigrojnë, të tallin, të ofendojnë, të poshtërsojnë një femër, duke i vënë në dukje, le të themi, të gjitha gabimet e saj. Tani Miri dhe Rogerti kanë filluar që të krijojnë një aleancë. Unë jam shumë i bindur që Rogerti ka qëllim të pastër, sepse edhe i pyetur nga vetë Ledioni, do me thënë kur u pyet për cili është parimi jot, që realisht parimi nuk është qëllim, por ai qëllimin e vuri në parim. Parimi im tha është që unë ta fitoj këtë Big Brother dhe do me thënë unë e shoh që Rogerti është në gjendje të bën gjithçka, të denigroj dhe veten e tij, do me thënë të ul dinjitetin e tij në zero, vetëm e vetëm për të arritur tek çmimi i madh, e ka të prerë këtë gjë. Dhe Miri, nga që në ditën e 60 ka mbetur vetëm në lojë, aleanca më e fortë, ai krevati që e nxirrte në Prime ju largua dhe tani kërkon që të bën aleancë me Rogertin duke ja mbajtur litarin Rogertit, në ç'kuptim ja mban. Tani për shembull dëshiron që Rogerti të ofendon Selin sepse Rogerti me një gur vret dy zoq. Në këtë anë ofendon Selinën, në anën tjetër do të thënë shikon reagimin e Mirit që nesër kur të arrihet debati i madh mes Mirit dhe Rogertit, Rogerti ta ketë armën në dorë që ta godet më shpejt. Mos të ri 100 vitet mendon për Mirin se në çfarë arme do me thënë ta denigron personazhin e tij. Çuditërisht për këtë gjë, për fjalët ofenduese që në fakt ju thanë Selinës ditën e sotme brenda shtëpisë së Big Brotherit, një gjë që në fakt ka nisur që natën e mbrëmshme, ka reaguar dhe familja e Selinës, të cilët e quajnë jo normale gjuhën, urrëtitjen, mllefin që Rogerti dhe Miri përdorin kundër drejt Selinës. Unë mendoj që Rogerti e ka tepruar aq shumë duke e quajtur Selinën një vajzë të pavlerë edhe në kuptimin e moralit. Në Big Brother nuk kanë hyrë që të mbajnë moralin e njëri tjetrit, të flasësh për moral, unë e di që dënohesh edhe me ligj, por se sa do t'i ndjekin këto gjëra, sepse Selina i tha që unë edhe ti, tha Rogertit, unë edhe ti do merremi vesh jashtë kur unë do të denoncoj, sa do ta mban Selina këtë fjalën nuk e di, por gjithsesi domethënë e shoh këtë mllefin që Rogerti dhe Miri kanë nisur për t'ia rënduar sa më shumë lojën Selinës në shtëpinë e Big Brother. Kjo në fakt është arma që Rogerti përdor që t'ju mërzitën banorëve qëndrimin dhe të largohen nga shtëpia. Tani unë nuk dua t'i citoj fjalët që janë thënë sepse nuk janë fjalë të bukura, por dua të marr mendimin tuaj. Si ju duket ju kur dy meshkuj bëhen bashkë kundër drejt një femrës brenda një shtëpie? E fuqizojnë atë apo e dëmtojnë atë?